Pushimi është shumë i rëndësishëm në fakt, duket sikur shpesher e thatë edhe ju pak më përpara që trajtohet sikur është një luks, po në fakt është një drejtë e individit, është një drejtë sociale që çdo individ, qoftë i vetëm ose në familje, të ketë mundësi të pushoj sikur të paktën 5 ditë në vit. Edhe më shumë do ishte shumë mirë, por është një shkëputje nga rutina e përditshme, është një shkëputje nga ngarkesa e punës, është një shkëputje nga një mjedis, qoftë edhe shtëpia, sepse ndodh shpesh që të bëhet monotone çdo gjë. Ka njerëz që vuajnë nga monotonia, për shembull, dhe kur flitet kjo temë, është një temë e cila duket, e tham edhe pak më përpara, duket si luks, po në fakt nuk është luks. Është një temë e cila kërkon vëmendje dhe kërkon të trajtohet. Ndoshta do ndalemi dhe gjatë bisedës, por unë do të thoja që ka grupe në shoqëri, target grupe të caktuara, të cilat e kanë shumë të nevojshme të pushojnë. Për shembull, pensionistët, pse jo të mos pushojnë? Nuk i kanë mundësit financiare, sepse pensionet e tyre janë të vogla dhe nuk mbulojnë dot as shpenzimet e një muaji të caktuar. Shpeshherë fëmijët janë ata që i ndihmojnë, qoftë ata fëmijë që jetojnë brenda territorit, qoftë ata që janë emigrant. Por këtu duhet të ndikojë shumë edhe sa i takon politikave sociale, të cilat duhet të ofrojnë një rimbursim, një subvencion për grupe në nevojë që ka shoqëria.